Në ditën e Novruzit, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka uruar besimtarët Bektashi me një mesazh ngushëllimi dhe urimi. Ai theksoi se kjo ditë e shenjtë sjell rinovimin, shpresën dhe ringjallje për njerëzimin, duke u shprehur gëzuar Sultan Novruzin, të dashur besimtar Bektashi. Kjo ditë e shenjtë që vjen së bashku me pranverën, sjell bekatje e mirësi në çdo vepër tuaj dhe të çdo shqiptari. Kryeministri Edi Rama gjithashtu uroi besimtarët duke postuar një foto në Facebook ku shkroi: për të gjithë besimtarët Bektashi, gëzuar ditën e Sultan Novruzit. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj uroi gjithashtu nga Qilia, duke i drejtuar një mesazh besimtarëve: gëzuar ditën e Sultan Novruzit të gjithë besimtarëve të komunitetit Bektashi. Sjell kjo ditë e shenjtë më shumë dashuri, mirësi e harmoni në mendjet, zemrat dhe shtëpitë tuaja. Kryetaria e Kuvendit Eliza Spiropali nënvizoi kryegjyshatën botërore të Bektashive në Tiranë, ku uroi festën dhe theksoi rëndësinë e kësaj vizite. Ajo tha se Sultan Novruzi është një festë e rëndësishme për gjithë shqiptarët, simbolizon ringjalljen e natyrës, sjell të mirat pra nesh, më shumë dritë dhe i merr natës për t'i dhënë ditës. Spiropali theksoi gjithashtu rëndësinë e tolerancës mes feve të ndryshme dhe u bëri thirrje shqiptarëve që të shfrytëzojnë këtë ditë për të bërë mirë dhe për të ndihmuar ata që kanë nevojë.